Mirëmëngjes të dashur shigjetarë, do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është kryepeshkopi apo hairphone, që quhet ndryshe. Të dashur shigjetarë, ndonjëherë e din të gjithë, dhe këtë e keni parasysh patjetër dhe ju, që ndonjëherë rruga më e mençur është të mësojmë nga ata që kanë ardhur para nesh këtu. Të dëgjojmë pak të më të rriturit, të dëgjojmë në kuptimin jo nga mosha, po më të mençurit, ka njerëz të urtë akoma, dhe t'i besojmë urtësisë tyre. Në fakt, në praktikë nuk kupton ke nevojë për të ndjekur një strukturë, një metodë ose një mësim të provuar tashmë në vend të veprosh vetëm nga impulsi ose rebelimi, të dashur shigjetar. Po zhvillon ose ke nevojë të ndërtosh një besim të fortë në vlerat, parimet dhe bindjet e tua. Sikur jeni duke u lakundur, sa aty, sa këtu, dhe nuk e dini, nuk ka qartësi të madhe. Mund të jetë një thirrje për të marrë pjesë në komunitet ku ndahen dija dhe tradita, ta them kështu që të ndihmon të ndihesh më i rrënjosur. Mesazhi i gjithë kësaj letre, të dashur, disa përgjigje që nuk kërkojnë shpikje absolutisht, kërkojnë dëgjim dhe përulësi, me strukturë të punoni, të jeni të vetëdijshëm dhe me këmbë në tokë, jo të shpikim gjëra, siç e thash. Ndoshta tani është koha të mësosh jo të udhëtosh vetëm, por me dikë që ka qenë apo i ka patur këmbët në atë rrugë para jush, të dashur shigjetar. Të keni kujdes, të mundoni të gjeni një përgjigje nga dikush apo ndihmën apo mendimin e dikujt që është i urtë, ta them në atë kuptim.